Le të shohim shkrimet islame dhe të diskutojmë në lidhje me martesën e Muhamedit me një robëresh izraelite, të cilën ai e bleu me anë të tregtisë së skllëverve. Emri i saj ishte Sofia dhe në atë kohë ajo ishte e martuar me një burr izraelit që quhej Kinana. Do të shohim se një prej arsyeve pse Muhamedi u martua me Sofian ishte sepse ajo ishte shumë tërheqëse seksualisht. Dhe për ta plotësuar tablon, disa prej tregimeve thonë se ajo ishte vajza e një drejtuesi fisnor izraelit. Në volumin 3 të haditheve të Buhariut, në hadithin me numër 2235 lexojmë: tregon Enes bin Malik, profeti erdhi në Khaibar dhe kur Allahu e bëri fitimtar dhe ai pushtoi qytetin duke thyer mbrojtjen e armikut, atij ju përmend bukuria e Safies bint Huyaj bin Aktab dhe burri i saj ishte vrarë ndërsa ajo ishte nuse. I dërguari i Allahut e zgjodhi atë për vete dhe u nis me të derisa arriti në Sadr Rauha, ku menstruacionet e saj kishin mbaruar dhe ai u martua me të. Sado groteske dhe tronditse mund të duket, Muhamedi, kësaj gruaje burrin ja torturoi mizorisht duke përdorur zjarr dhe më pas urdhëroi t'i pritej koka. Muhamedi u martua me këtë grua pak kohë pas kësaj ngjarje, dhe për ta thelluar akoma më shumë plagën, Muhamedi jo vetëm që i mori këtij burri jetën dhe gruan, por i mori këtij burri izraelit po ashtu dhe pasurinë, siç dhe lexojmë tek libri me titull Sirat Rasul Allah, që përkthehet Biografia e lajmtarit të Allahut, e shkruar prej Ibn Ishakut. Në faqet 514 dhe 515 lexojmë: kur apostulli, domethënë Muhamedi, pushtoi Al-Kamus, fortesën e Ibn Ebul Hukejk, Sofia që ishte e bija e Huyej bint Aktab u soll tek ai së bashku me një grua tjetër. Bilali që po i sillte ato i la të kalonin tek judenjtë që ishin therrur, dhe kur gruaja që ishte me Sofian i pa ata kliti dhe goditi fytyrën e saj me shuplaka dhe hodhi pluhur mbi kokën e saj. Kur apostulli, domethënë Muhamedi, e pa atë tha: largojeni këtë djallë prej meje. Ai urdhëroi që Sofia të vendosej pas tij dhe i hodhi mantelin sipër, në mënyrë që muslimanët ta dinin se ai e kishte zgjedhur atë për vete. Nëse lexoni vetëm pak rreshta më poshtë tregon në lidhje me Sofian. Ajo ishte gruaja e Kinana ibn al-Rabi ibn Abul Hukejk. Tani le të vazhdojmë dhe të lexojmë. Kinana ibn al-Rabi, i cili kishte në ruajtje thesarin e Banu al-Nadir, u soll tek apostulli i cili i tha atij në lidhje me këtë gjë. Ai e mohoi se e dinte se ku ndodhej. Një izraelit erdhi tek apostulli dhe tha se e kishte parë Kinanën t'i vinte rrotull një lloj gërmadhe çdo ditë herët në mëngjes. Kur apostulli, domethënë Muhamedi, i tha Kinanës: a e di se nëse e zbulojmë se e ke ti, do të vrasë? Ai tha: po. Apostulli dha urdhër që të gërmohej gërmadha dhe një pjesë e thesarit u gjet. Kur ai e pyeti atë në lidhje me pjesën tjetër, ai nuk pranoi që të tregonte, dhe kështu apostulli, domethënë Muhamedi, urdhëroi Al-Zubair bin Al-Awam dhe i tha: torturoje derisa të zbulosh se çfarë di. Kështu që ai ndezi një zjarr me strall dhe i vendosi hekur të nxehtë në kraharor derisa ai ishte gati i vdekur. Pastaj apostulli, domethënë Muhamedi, e dorëzoi në duart e Muhamed bin Maslama dhe i preu kokën, për t'u hakmarrë për vëllain e tij Mahmudin.